Kjo është një gallat aq e madhe sa njeriu e përjeton si gallat. Ju keni qenë për shembull për shumë vite kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe si kryetari i grupit parlamentar ju e keni parasysh se si administrohet grupi parlamentar në një vendimarrje të caktuar. Jo e kam parasysh, po a mbani mend ju në një rast të vetëm që grupi në atë kohë që unë e drejtoja të kishte probleme të sa natyre? Unë për vete nuk maj mend, po e mbajtët mend ju në rast. Nuk ndodhte. Ka pas një seriozitet absolut, pra njeriu ka 1000 problemet pa qarta, se si do sillet në parlament. Apo jo? Në një vendimarrje. Por një subjekt serioz, me njerëz serioz, je zëron fillimisht gjërat brenda për brenda, bile ka një rregull. I inicion midis kryetarit dhe 2-3 vetave, se kjo është kuptimi i kryesisë së vogël të një partie. Dhe kjo është arsyeja sepse kryetari i grupit është gjithmonë nën kryetari i partisë. Po jo, ideja e iniciimit të ngjizjes të një procesi dhe mbasi bie dakord aty, ideja është ta hedhim në kryesi.